s'kam pas rast me takuat njëri. Por lexova biografinë dhe kam parë që me sa duhet është njëri i zoti për të bërë propagandë. I zoti për të bërë propagandë. E për të udhëhequr shtetin ju, a? Për me udhëhequr shtetin? Shiko, të thash janë interesa. Interesi kryesor i ti, sipas me. Nuk është Kosova. Është pozicioni i ti. Dhe pozicioni i ti kërkon vota. Dhe votat merren në këtë mënyrë. Duke i bërë qefin qytetarëve kosovarë që me sa duket nuk janë aq të informuar, nuk janë aq vuajnë për një çik patriotizëm, më të thash. Ka të nëvush. Kjo është arsyeja. Profesor, doni me një temë tjetër tek vrasja e Azem Hajdarit. Keni thonë shumë herë që Azem Hajdari nuk ishte vrasje politike? Jo, unë asnjëherë. Jo, Absolutisht jo. Për shka, domethënë ti ke thonë që nuk është vrarë nga shteti. Azem, jo, nuk është vrarë nga shteti, se në shteti isha unë atëherë, isha Fatos Nano, nuk kishim asnjë interes. Po vrasje politike ishte, a? Jo, s'është vrasje politike. Atë e përdori politika, e përdori Berisha, praktikisht. Në çfarë forme? Në formën që ai e njifte Tropojën, kishte njerëzit e vetë, dhe Tropoja edhe në atë kohë ishte ndarë me dy kampe, një kamp që ishin më afër socialistë, një kamp që ishin demokratë, se kishin Berishën. Dhe e dihesh që me Haklet kishte një konflikt Azem Hajdari. Pretendohesh që një nga vëllezërit Hakle ishte vrarë, jo nga Azemi vetë, po nga njerëzit e tij, për hesap ti, me thënë më mirë. Dhe dihesh që ata edhe mburreshin, me thënë drejtën në Kosovë, se me zakonet janë andej, në qoftë se do marrësh hak, duhet ta thuash, marrësh hak dhe se haku nuk merret për gjakun tënd, merret hatët karaballikut, që vijnë rreth rrollë, bie ta kërkon karaballiku rreth rrollë. Dhe ne e dinim këtë gjë, ne e patëm këshillu Azemin, na falenderoi praktikisht në si shik. Dhe në televizion ka dalë dhe tha, po, unë kam marrë. Se ja qumë llafin vetë, po më shumë ja thamë ministrit brëndë, ta asaj kohë që kishtë qenë në një parti me Azemin, kishtë qenë partinë demokratike, kishin sa ju një parti më vetë. Do në e njifte Azemin personalisht. Dhe ja kishtë thënë dhe Azemin tha në televizor, që unë falenderoj shikun edhe ministrin e brëndshëm që e informuan që shiko ka tentativa, i ditha dhe i ka marrë masa. Bas njave, Azemi, ura. Por opinioni im është që Berisha e shfrytëzoi këtë vrasje. Nuk e di sa ka ndihmuar, po për ta shfrytëzuar, e shfrytëzoi rënd. E quajti vrasje politike, e quajti vrasje me qenë se Azemi ishte i rëndësishëm Partinë Demokratike, s'është vërtet. I vetmi njeri i rëndësishëm që Berisha kishte frikë ishte Azemi. Pse Azemi ishte trim, kishte njerëz nga mbrapa, kishte grupim domethënë. Ajo përplas zyrtarisht me Berishën, e përzuna dhe u bë kryetar sindikatash, më thash. Ishte në një periudhë konflikti me Berishën. Dhe kjo ai e shfrytëzoi. E pa që në dy mënyra, një ishte me Azemi që e tremte, me të drejtën. E tremte, ishte djali i Zotit, i fortë. Dhe dyta që hodhi idenë që e vrau shteti, e vrau Partia Socialiste, e vrava unë, me urdhër të Recep Fidanit, Fatos Nano. Nga kush është vrau, profesor? Mund ta themi tash nga Haklej. Fatmir Haklej ka tërheq pistoletën. Kishte probleme personale me to. Tani kush e la Fatmirin që t'i afrohesh Azemit? Ky është problemi. Shteti shqiptar i asaj kohe nuk kishte asnjë interes që të vritesh Azemi. Ishte një deputet që shteti duhet ta mbronte. Si gjithë qytetarët, po deputetët sa më shumë, ne lajmëruam. Pa ai kishte bodyguardet e vet, nuk kishin deputetët bodyguard në shtetin atë kohë, kështu që ne s'kishim detyrimin të jepshim bodyguard. Pa ai kishte të vetët, kishte shok, miq të vet që e mbronin. Dhe shteti, si thua, kishte detyrim ishte deputet. Nuk fitoi asgjë. Qeveria Nano urrëzua nga vrasja e Azemit. Nuk fiton të shteti asgjë. S'ka asnjë logjikë. Që pse? Ata kush fituan dhe pse e lidhun? Një falëndime që mund të jetë dhënë. Me këtë fakt që u shfrytëzua vrasja e tij. U shfrytëzua rënd për disa vjet, u bë Shqipëria tym.
Në 98-ën, tamam ditën e varrosjes së Azemit, u ngru shteti praktikisht. U morë televizioni, u morë kryeministria, u morë parlamenti. Do të thënë shumë e qartë që si kishtë ndodhur. Po, cili ishte roli i Fatmir Haklit në Ushtrinë Çlimtare të Kosovës? Ai ka ndihmuar Ushtrisë Çlimtare të Kosovës? Kjo se ka ndihmuar për interes të vet, jo se nuk kishte një detyrë. Ai ishte natyrisht, ke parasysh, në atë periudhë, mbas 97-ës, tropoja praktikisht ishte jo jashtë interesit, po jashtë